unë po mendoj që na në qëtë proces të punës, sot kemi prit që administrata me dhonë një lloj liste e cila e përshkruan cilët kandidati kanë plotësuar kushtet cilët ju, po këtu ata e kanë bërë përshkrimin, na mbetet neve me vendos se cilët kandidat, unë po them kështu, deri të martën, për secilën dokumentacion të cilën nuk e kanë sill ende, me u dhonë mundësi kandidatëve me i sill, edhe na të martën, këta masi i kem lista gjithë secili, këto lista i trajtojmë ata të cilët i plotësojnë kushtet dhe i kanë sill dokumentet plotësuese, futen në garë në intervistë të mërkurën ose eventualisht tajtën, cilën do ditë që e caktojmë si çfarëshme. Faleminderit shumë, kryetar. Vlerësoj që nga Departamenti Ligjor duhet të kemi, siç e thatë edhe ju, listën se cilët kandidat i plotësojnë kushtet dhe cilët nuk i plotësojnë kushtet. Përveç kësaj, isha kohën mirënjohëse dhe kërkojnë nga administrata që na dërgojnë CV të plota të gjithë kandidatëve, sepse po ashtë që i kemi vetëm në, domethënë, përshkrime të shkurta, mirë po kërkoj që CV që i kanë dërguar në administrat të na i dërgoni neve në email. Me postë nga problem për shkak të volumit të punës, cilit i kishmi trajtu në intervista. Jo, s'ka mundësi ashtu se du me këshirë paraprakisht cili person kush është, çka ka të përfunduar me çka s'ka, pavarësisht fakti që Departamenti Ligjor do të na përcjell se kush i plotson kushtet kush jo, po ne si deputat kemi të drejtë me pas CV-jat të secilit prej tyre, nuk është punë e madhe, bëjnë një skanim që i skenojnë gjitha dokumentat dhe na dërgojnë me mail. Faleminderit. Po, është praktikë që Departamenti Ligjor i trajton, nuk është punë e deputetit me e trajtu, për shembull listën e kandidatëve se kush i plotson kushtet me kalu në fazën e intervistimit e kush jo. Tash veç sot jemi në seancë, deri të martën është pushim, ndoshta Departamenti Ligjor tash është në pushim, a mundet me i trajtu, pa ata duhet me na sill listën finale. Ndërkohë, këta kandidatët është kriter, ndërkohë kandidatët që për shembull nuk e kanë një certifikat lindjes, stafi i këtij komisionit ad hoc le t'i kontakton edhe një herë, edhe le t'i lut le t'i sill ato dokumente. Nëse nuk i sillin deri të martën, atëherë ata eliminohen prej gore, edhe kisha lut stafin e komisionit ad hoc ta bën një grup në WhatsApp, komisioni ad hoc për çështjen për këta, për këtë përzgjedhje dhe të kemi informata, sepse unë në javë s'm ka funksionuar emaili zyrtar dhe s'kom pas asnjë informat. S'kom mund me marr pjesë ndoshta edhe në komision në konstituimin e këtij komisioni, s'kom marr për shkak se s'kom pas informat. Kështu që stafi le ta bën një grup në WhatsApp, o kon praktik, le të na informon edhe një herë, edhe një ditë para seancës ju rikujtoj se nesër do të mbahet komisioni ad hoc për këtë çështje, dhe lënjani Departamentit Ligjor le t'i cakton kush i plotson kushtet dhe nuk kemi na deputete që mundem me trajtu edhe sirdashme e trajtu këto. Faleminderit. Atëherë po veprojmë kështu, na po i kërkojmë administratës që ç't punë me trajtu konform kushteve të konkursit, edhe për shkak se këtu është e çuditshme, shumica e kandidatëve se kanë sill certifikatin e lindjes veç nëse s'ka qenë e kërkuar e njëjta, edhe ata në bazë të thirrjes që është bë për konkurs, ti trajtojnë në kriteret që i kanë. Po. Administrata duhet me saluto edhe Departamenti Ligjor dhe të në numeronte. Se kanë paraqitur të është ty bota. Fakta në pozicion me i tjerë. Edhe me Veç edhe një çështje ndoshta më shumë teknike procedurale, po vlerësoj që është shumë e rëndësishme. Kurdo që e caktojmë mbledhjen, në të cilën do i diskutojmë edhe metodologjinë e punës, mirë po edhe CV-t,
Vlerësoj që duhet patjetër që të jenë prezent edhe shoqëria civile, sepse ata janë të cilët e kanë për monitorimin, dhe nëse ne jemi ata të cilët e bëjmë këtë diskutim dhe i dërgojmë vërejtjet tona përmes e-mailit, atëherë këta vetëm privohen nga ky proces shumë i rëndësishëm e që vlerësoj që duhet jetë edhe transparent. Te monitorimi, procesi prej fillimit deri në fund ka me qenë i hapur. Nuk ka diskutim për këtë punë. Një pjesë të organizatave të cilët më kanë kontaktu, unë ju kam kërku edhe me dhon propozime për metodologjinë që ata e shohin të arsyeshme që duhet mu përfshi në testim. Edhe ne kemi marrë rekomandimet e tyre maksimalisht, aq sa është e mundur që t'i përfshim edhe propozimet e tyre, për shkak se kjo çështje është mbledhjet e tona janë publike, kësaj nuk ka nevojë me e thonë, të paktën se është e nënkuptuar, por mirë që shpresën që e kuptojnë rolin që është monitorim. Po, pa diskutim. Unë edhe një sqarim, ne kemi më siguru që afatet të publikohen në faqen zyrtare të Kuvendit. Ndoshta është e pamundur t'ju njoftojmë gjithë secilin për monitorim, për shkak se unë po marr emaila prej organizatave të caktuara që duhet na ftosh sepse ne çdo herë kemi qenë. Por na në fakt do të sigurohemi që të publikohen në faqen zyrtare të Kuvendit. Shpresoj që kjo ka me mujt me konë mjaftueshëm që ju me konë të përfshim këtë proces. Në raport me listën e tanishme, këtë listë e trajtojmë të martën për shkak se sot është e pamundur, na vjen keq. Gjatë takimit e trajtojmë një nga një, tashmë nga administrata nuk po kërkojmë që këta ta bëjnë ta trajtojnë këtë listë, ne do të vendosim për gjithë secilin një nga një, a i plotësojnë kushtet apo jo, për shkak se është e pa drejt ndoshta edhe prej neve me kërku që administrata me përcaktu. Është e pa drejt për shkak se po më njoftojnë që certifikata e lindjes nuk ka qenë kriter. Kësaj vetëm tek çështjet të tjera mundemi trajtu ne si komision, kështu që të martën pas dite e caktojmë takimin edhe mbledhjen me gjithë së bashku. Ju faleminderit.